në Vjenë komuniteti katolik. Ka qenë kogja i organizum. Shqiptar, po. Për shkak se shkojsha edhe të uve përfaqësojsha qytetarin e Kosovës. Tash për Krishtlindje shkojsha të komuniteti katolik. Kur u bëjshin festat e Bajramit e këtu shkojsha edhe të këta. Që është një zakon e traditë e shqiptarëve. Të ke fundit ne i përfaqësojmë me bashkëndalësimin, edhe piklimin, po. Shkoj edhe po e përmendi me qëllim me emër edhe me mbi emër kush ka qenë prifti. Ka qenë Don Nikson Shabani. E mbante meshën. Edhe gjithmonë në mesh e kishte ta bëjmë edhe një lutje për vëllezërit tonë musliman, për vëllezërit tonë shqiptar musliman. Ata ishin 200-300 vetë të krishterë aty, Don Niksoni fillojnë të mu lutë, Zot jep javë mira, këto lutjet e zakonshme, ruja familjet e çka dijone. Edhe unë mendova një herë dhe thash që mos pe bën për shkak se jam unë aty. Edhe ka qenë një djalë që ka studiu ndërtimtari, sot është inxhinier, mirë pa i ka qenë besimtar musliman, u falke, po liberal. Shto shumë liberal, ai e bëjke për vete. Mendje hapur, edhe i thom, po ndukje, a i djali s'ke thonë që nuk është Gjerman. Një bjond, e man të kokën e rru, me do sytë kaltër, se në bile ka qenë edhe pjesë që kësë. Edhe i thom, apo shkon ti, mos sa i nuk një aty, sa i e ka pas veç studimet edhe mbanes. Nuk delte shumë publik, në punën e vetë, apo shkon në kish veç me këqyrë, që shpeman meshën, Don Niksoni. Tha pse, thash, sa herë që shkoj jon, ai e ka dhe një lutje ekstra për vllazërin tonë shqiptar musliman. Edhe ai u shku prej kurreshtjes, edhe ai, kur erë, tha, absolutisht, tha, e përmbylli meshën me një lutje, kur u kry, tha, mesha, sa ashtu e bëjke, kur e përfundojke meshën, ju kthejke aty në njerëz vetë, dhe ju thejke ju lutem edhe një lutje... Cila ishte ndjenja ati, si kishte përjetuar? Ai. Po. Tashti ai tip me ndje hapun. Por përshtypje i kishte bërë? Natyrisht, se ndëgjaj, ishte edhe ish luftari UÇK-s. Edhe kur erdh, tha, ky popull e ka meritu me shku në luftën.